Përshëndetje, duke filluar nga data 4 maj, kemi filluar zyrtarisht regjistrimet për sezonin e ri akademik për të gjitha ciklet dhe programin ton të studimit passhkollor. Kemi filluar me regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor dhe programin e studimit passhkollor. Oferta sezonale fillon nga data 4 maj dhe mbaron në datën 15 qershor. Pas datës 15 qershor, çmimi i ofertës sezonale do ndryshojë. Të gjithë prindërit që duan të regjistrojnë fëmijët e tyre pranë Time Center për të bërë marrëveshjen kontraktuale mund paraqiten çdo ditë nga hëna në të premte pranë zyrës së informacionit nga ora 8 deri në orën 6 dhe për të bërë rezervimin online të vendit mund të na shkruajnë 24 orë në të gjitha kontaktet dhe rrjetet tona sociale zyrtare. Oferta mbaron në datën 15 qershor. Gjithashtu, duke filluar nga kjo javë në Time Media Podcast, do të vazhdojmë, duke filluar nga dita e premte, do kemi të ftuar psikologën dhe specialisten e parë. Do të vazhdojmë me serialin Varësit. Kush janë disa nga varësitë që shqetësojnë prindërit dhe nxënësit sot? Kush janë pyetjet më të fundit që kanë ardhur? Si ndikojnë varësitë në jetën tonë? Ditën e premte do të jetë ftuar psikologja e parë për të vazhduar me një seri intervistash me psikologë dhe profesionistë të fushave të ndryshme ku do të trajtojmë temën e varësive. Duke filluar nga 1 qershori, do të vazhdojmë me sezonin veror, me kurset verore, të cilat do të jenë nga data 1 qershor deri në datën 31 gusht dhe duke filluar nga 1 qershori do të vazhdojmë me kampin veror. Kampi veror i cili do të jetë në 2 module, me 3 vakte ushqim, me 2 vakte ushqim dhe ku do të kemi edhe sleepover, netët magjike me fjetje. Shumë surpriza na presin. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Kujdes. Zgjedhja juaj sot përcakton të ardhmen e fëmijës suaj nesër. Zgjidhni me kujdes. Kur themi standard dhe cilësi, zgjedhim Time Center. Të mësosh kur nuk është vonë. Ju urojmë një ditë të mbar.